Përshëndetje shikues të nderuar, në emisionin e kësaj jave përballë meje është kryetari i veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Shkas për tirën e tina kena posë ditëve të fundit kanë qenë aktuale edhe me reagime të shumta për shkak disa zhvillimeve edhe në Skënderaj, po edhe për një peticion që e kanë dorëzuar në Hog. Zoti Hisni Gucati, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit ju shumë. Po ja nisëm për të fundit, po dolëm tani ka dalë deri te Hoga. I nikon shumë aktiv në Skënderaj ditëve të fundit, edhe me thirrje për grumbullim të stacioni policor kur është dorëzuar për intervistim Sami Lushtoku, çka ndodhi realisht. Qyshe po qatë situatë në incident fizik në një lokal që murë për mosa politike edhe policorën vend. Po aral këtë jove që lam pas ka qenë njëso incidente në Skënderaj, pa dashin Sami Lushtokut, edhe më sa kam informacionin Sami Lushtoku ka qenë prezent, po jo që ka ndërhy ato. Po me siguri dikush me qytetarëve, atë zotin e kanë sulmu, pse ka sulmu djetë. Si me honi që mjën kesh për ati djali, në atë aspekt mjën kesh si është si qytetari Skënderajit dhe Drenicës, që thot Sami Serbia, edhe një për tyne thot erdhen ta kriminal në lokal. Edhe në atë lokal nesi pim kafe gjithë bashkarish, edhe komuna dhe qytetarët, unë e zim se ka ju në atë lokal e idol kur ka ditë që aty mund të takohet edhe Samin. E kush ka thonë erdhen ta kriminal? Ka thonë isi me honi me një shok vetin, që amin se di ati djalit, ka thonë erdhen ta kriminal edhe Sami Serbia. Edhe në të moment tani ka fillu eksesi që ka ndodhur mes qytetarëve dhe atij djalit. Po çka është më e keqja edhe më arona për Drenicën, masa asoj raja po atij rasti që ka ndodhur, se ka ndodhur rasti hatok, do të ka ndodhur mbrana për ajo që ka mos prakaditje me ditë tëra apo me javë tëra me prakadit me anxhu diku një prit apo diçka, po ja ka ndodhur për momentin. Në mbrëmje ka ora 23:30 vjen njësia speciale në Skënderaj, që ishin të informu më dhe ju besoj që e dini, edhe vinë dikun 17 pika stacionohen në Skënderaj. Autoblinda me orë në gjata snajper, automatik, vinë në Skënderaj, për me qitë jashtë kontrolli situatën. Po fatë basisht qytetarët është pjekun edhe të vedishëm që kanë rru gjak të cin, për ne ka qenë shumë më ronë mu mjën kesh për policëve tonë, se policia është e jona, ne kemi njëftu për ata policë, me prunë pushtet, me pos pushtet, me pod drejtësi, gjëkatat, mirë fjeta me pos. Po këtu i ka fojët këtë ministri punët të mërënshme. Gjeles Feqaj, cili ka urnu policit mi prunë në Skënderaj. Kryetari, me çështja e incidente fizike, se dhe prokuroria ka thonë me lëndimet lehta, apo kupton, lëndimet e rona janë kur lën pasoja, afat gotë, sane. Nuk më pona i rast dikën që ta shëmër Londën drejtëria qendrore në Prishtinë dhe ikni edhe rajonale edhe policia e Skënderajit. A mendon që u bë me tendencë për shkak të figurave që ju kanë dy kryetar dhe realisht? Jo, vetëvendosja demi s'kenu këto para zgjedhjeve dhe për përfitimet veta politike. Sa spitali regional i Mitrovicës, që ne vim spital të Mitrovicës, spitali ka ndalë raportet me kësur është lëndim me ditë trupëror. Dhe ju e dini në Prishtinë po atë ditë ndodhi një rast që s'kam qef në dëgjë kësë rasë, një plagosje Kozharon, dhe kanë shku 4 policë se kanë marrë personin, 4. Këto në Drenicë u tash përdorë njësia speciale pa nevojë për shkak të pojena politik. Edhe kjo ka ndodhur arsye pse Sami Lushtokut është kryetar komunë dhe kryetari i partisë, edhe Hisni Mehoni është kryetar i partisë dhe antar i asamblesë. Dhe këto ka bëu lëvizja vetëvendosje, tash po dihet po dalin shërsanet, që ka bëu për pojena politik edhe për të kthyer që në Drenicë dominon kështu në ato aspektin edhe politik edhe juridik edhe gjitha aspektet ka dosh dominon Albin Kurti. Po që smuti, kjo shumë rronë, këtu ka rmujt me 2 policë, se është rast i letë, si tha Balmajet, lëndim trupor shumë i letë, një gërvishje, më të thomë. Një gërvishje, edhe këta bërë ashtë më odhë, dramatike, bërë në qësë ndërhyn me trupa, njësi special që respekt për ata policë, pa dosh, asë jo me ofendu, se ne ato kemi veteran, kemi invalid, kemi fëmijë dëshmorë që njësi speciale, janë shok tonë, janë të kefun janë njësë ormërën të Kosovës, edhe bërë ashtë më odhë, so që u dosh popli që të ngonë. Dhe ne me dumë që... A ka posë rëzik që atë notë dikush me reagu qytetarët, po nëse kom po, i pritëshin me uje sane, a ka posë rëzik, a u tentu me nxollë për plosje një reagim qytetarët dhe i tyne?
ka tentu të ketë një përplasje, ka tentu të ketë një keq kuptim, po qytetarët as vetëdijshëm, juve që edhe pasi përcjell sa unë isha vetë prezant me shiu ato më në turp, isha vetë prezant si poshtë, qytetarët duke marrë me shisha të ujit, të i lutë policët të japujë me pi. Në për gjitha pikat ju, ato para stacioni, po edhe shishën të meshore, edhe shkolla shambajshore, edhe të pompa benzinat, edhe të meti benzinë si thujmë të rrethi, ju shku i ka lutë gjithë se ka pas deri në fshatin Tërsenik, në shtati ku Tërseniki, do të ka përcep fshatin Pollush, edhe është Tërseniki. Deri atje ka pas njësi speciale, të rrethi rreth rrotullimit Tërsenikit të shkolla, ka pas autoblind, edhe policë njësi speciale. Ata ganimete mos lihet është deputete se thanë që na dol për një aksion veror kështu. Aja është për marrë aksion veror, ku ka Bregdeti në Drenicë, ku ka Bregdeti në Skanderaj, ku ka turista në Skanderaj, për pas 5-6-7 morë se kur vinë njerëzit me vizitu varrizat e dëshmu të jashat memorialin. Aja është një ranë, alojnë në sezonin pranveror, të këqta shina në veror. Edhe një muj. Kalendar, edhe një muj. Edhe një muj na veç filloj. Ato bërin një ranë të shekullit 21. Tash me këna kanë bëua, ku që javë kanë punu, aty nuk e di jone. Po vetë fakti, po dhe që tash ju suspendu 3-4 mos ka bosha. Tash i ka suspendu 21 epi pune. Unë kam informacione se drejturin e policisë kanë me largu së shpejti. Ashtu Për kemi shkak se ka informacione. pos kërkesë për arrestim Samir Lështokët. Jo, s'ka pos kërkesë për arrestim, ka pos kërkesë ndoshta për dikujt tjetër, po pi prokuria s'ka pos. Samir Lështokë ka marrë ftesën ditën premte mos gabosha? Premte. Si mastina që a ditë që Premte 2:20 ka orë fleta. ditën si u fletësia, intervistu po. Po për më orë një intervistë në stacionin. Ata nera kanë thonë Prishtinë me shku, Samia s'ka pranuar Prishtinë, ka thonë se do të morë vitin Skënderaj, Skënderaj kanë dhënë rasti, apo në Mitrovic, ku drejtoria përgjithshme e regjionit të Mitrovicës. Dhe ata erën në Skënderaj, që që keni po. Pat një hezitim një herë më sma Po orë. jo, pati hezitim derisa u morën vesh për arsye tani erdhën në etusit edhe Pse po thirrje më mbledh qytetarët të stacionit, cili ke qëllime? Jo, qëllimi unë ishte që nda me dalë jo, që ato shumë kush mendoj me mbrojt Samin e vërtit e drejt, qytetare. Ne bërëm thirrje me dalë në rrugë se nëse tentohet Samin Shokit merret me dhunë. Se mu ma kanë kishë përdojt disa portale fjalimin tim. Unë kam thonë, nëse tentojnë ata ta morën Samin Shokit me dhunë, atëherë dhuna do të përgjigjet me dhunë. E jura me një stacion policor, se stacioni është juri, thashë në fillim. As menja mu që më shkon me sulmuni stacion më se vazat. Ne kemi pas stacionin servis me sulmuni atë kohë. Tash ku guxojmë atë Kush ka dorë ka sulmuar ne? Edhe ata disa vela që të sa për klikime, unë e di ato tituj bo për klikime, dhe thotë se Gucati thotë ka thonë do të hinë mbrana sa që ta morë me jo, s'ke Ja, posa jo nevoj. personalisht vetë. Veç se ka thonë kena më përzigj. Veç ku unë kam thonë më përgjigj, çdo sa nëse Samir Shoku thotë, unë do mu lajmërua në mënyrë vullnetare, unë do më shku vetë, atëherë Samia shkojmë vetë. Edhe na ke thonë Samia si drejtësie. Se Samia kanë 12 vjet në burg, në shtadeni për vitin 2000. Ja këndej Samir Shoku kanë 12 vjet në burg kanë. Samia kurse e i drejtësisë. Po kjo është një padrejtësi e molle. A që molle bo për një shuplok, apo për një gërvishës që ja borën ati sot nisë në fjallë që i ra një grusha një shuplok o edhe u përgjake. Fakt si u përgjakaj, që që bo molle këtu, thu si ju ndek gjysë Skënderajt. Thu si luft civilin në Drenicë. Tani, mollë gjështë i kesh, këti poshti me armë gjata, me autoblinda, që nëse 7 vjetë me kena përfundu luftën. Pse për në këtë mbropa nëse 7 vjetë? Neve? Sidomos publin kosovar, apo publin shqiptar, pse pe këtë mbrapa bre? Unë e po tani përshtypje se na shumë këtu nga të veriut edhe këna përcjell statën veri, sikur janë shkuar në veri me bo aksione, edhe si në Skënderaj me të njëjtat arma vëden, edhe ke dyqysh një farë sfilote, se një më konë edhe atë notë, edhe atë, me konë që konë një aksion të u zhvillu dikën, i e shkuar me kry një aksion, më në pikat kërësore, po s'pat aksion, s'pat kur gjo. Mund një ka befazu pse e bërën këto kastmollë, pse ardhën gjitha një si speciale në Skënderaj, 7 Po në pika. shtanë prak fëshot të zëdore me... Këto ka dosha bini edhe vetë vendosja, po ka dosha të ngrisin vetë vetën, si thashtë më herë, politikisht. Po e na me fitue, edhe në parua Samir Shoku së është për kriminal, so kriminal Samir Shoku, një një që ja kushton krejti jetën e vetë e qeshës kombëtare, në rini, vitet 90-ta. Krejti jetë atyre që kushtuar në qeshë kombëtare, Adim Jashari, Hashim Thoqi, Kadri Veseli, tjertë mësues bosh Fadil Kodra, tjerë zërë për azit shumë. Kryesisht vetë vendosja goditjet e nis me veprime tina pas luftës, a den po shteti tina në është i pengon pak ma shumë. Po jo bëse për desa dojnë qytetarë, sa vinë edhe votojnë qytetarë, të unë sa këmë kundër te ku ty të votojnë qytetarë. Unë ty duhet me të mujtë me punë. Unë duhet me punu për me të mujtë ty.
Edhe vetë venduse, në të punën Skanderabej, në të punën nivelli qendror, prej mund sa me Shokin, as si prekse ka bon Skanderaj. Ku do mi besu tash si me honit vetë të na qytetarit e rinj, ku besoni si me honit. Bona ti me aktivitet punës, puna me punë. Çdo se ana arrit me punë, jo me note. Jo me këso hakmori, çfarë ka të më bëu Albin Kurti këso. Çka është më e keqe edhe në media duhet ta ditë. Besoj keni përcitur. Do të burgosi, sa do të burgosi, apo do të marr mos andaj prokurorëve. Do të thotë me suspendime si Serbia. Me jargunjes tam pas Serbia. Prokurorët edhe policinë do të marr mosa. Vetë Albin Kurti ka thonë konferencë për shtyp ditën e premte ora 14. Duhet merren mosa. Duhet merren mosa, çka të më kuptoja. Gjë diplomatike pak. Po çka të më kuptoja. Duhet merren mosa, duhet marr mosa me jargunjes vi punë. Po s'ka më turp, më masim jargunjes vi punë. Pa arsye. Se kur ki arsye po. Ki arsye largën e kënë të vjedh, kënë që ka shqit procedurat rregullohet, ka shqit largohu pi punë. Po jo ti me largu më dal një kryeminist i vet më mirë me shtit durt edhe në drejtësi. Ku na dim se politika e ka durt larg drejtësie. Nuk çdo drejtësia dhe politika bashkë me kon. Zakonisht vetvenduesja ngrit emrin e Samil Shtoku çart vin zgjedhjet. Abdin e ka zgjedh si target për me ngritë emocion të edhe pro me po në debat s'ke po në emision. Albin Kurti ke në televizion tash mos gaboj. Sa ka doshur mshkil me kër Samil. Po në këtëve, ta ka doshur Samil Shoku mshkil me kër. A ka ky ka kontë s'ka më Albin Kurti, ky ka doshur mshkil me kër. E skorta. Ako ma turp ma marë, më të shuni kryeministë, më të me rajt ashtu. Ako ma turp ma marë. Rajnë e dytë me Murat Jasharin. Që duhet Murat Jashari, edhe ta duhet Murat Jashari e demantoj ato shka thaj. Do të thotë, ky ka target këtu. Ky ka mashtrimin, filozofia ti është mashtrim. Filozofia ti është në rran. Filozofia ti është qysh me mujt me dominue me qëtë mashtrime. Ka orën, po se të ka orë shtu ky. Qysh i keni raportet si OVL UÇK-s, a keni bashkëpunim me një ankush shpesher që s'pjo përzigjen qoftë lizi për mbrojtjen e vlerave, qoftë mbështetja tjera, se zakonisht ju kanë jap severit më herët. Jo, ne me qeverinë aktuale, me qeverinë detyrë, nuk kem kur fa raportesh. S'po du me fundue, sa me fundue alo marrën, po kur fa raportes kem me këtë qeveri, se kjo një ka përgjigjë kur hiq. Asë në një moment. Asë kur njësa ka përgjigjë, dhe raportet tona janë shumë dopta, zi ku komë kuma dopta më të kësia. Një qeveri që s'bojnë gjithë për vlerët lutës, një qeveri që asë një vajdi se ka qyar veni me shërue, një qeveri që ka nërë gjitha mjetet që është dosh për organizata dalën nga lutë e kanal. Të gjitha, ama të gjitha. Ne mbjetojmë dhe jetojmë me antarësin tonë që e kemi, edhe me njëzit e vullnetit mirë. Ne, dhe të 6 vite kjo qeveri nuk e ka shti komen në derën tonë. Nuk e di që shele derën, djathan s'mojt. Dera shëqata dalën nga lufta, organizata dalën nga lufta, kjo qeveri nuk e din, ka hapet dera, a hapet derën nënën e majt, apo nënën e djath, nuk e din. Pse? Nuk e di arsye, nuk e di. Unë kam thonë shpesh në për të bime dhe sanë se kjo qeveri mojt gjuve se ka UÇK, se shtu me zemër së dënë. Edhe vishë një du t'ju thonë qytetarë dhe juve, dhe jura mi holljes më rëndon me anin të ma shumësoni si ti. Ajo është një greke. Djura me holljes dhe kohë shumë teorike me dhe veni ma shumë sa Samil Shtoku, se Rama Sharadini, sa shumë thoqe. Se një veterani thjesht, për mani një thjesht veterani thjesht, që është veterani UÇK-s, aja nuk e do veni ma shumë sëna. Se na kena dirë gjakë, njës për këtë. Po së është në qeveria, aja kush do të... Jo, aja është aparati i gjithat kësia të janë është Dejona Mihali. Aparati i gjithë keqë në Kosovë është Dejona Mihali. Një që ka një profili grek, aja është. Ne e dim që a vendu në Greqia, pra ne Dejona Mihali është aparati të keqës të venit. Aja është se na kontrolon shqitin tonë. Pse piljet me Gresin? Pse aja ka periodën greke, baba i saj, është shumë realitet, shumë është rale, është një... Pi referuash një dokumentit që publikun jo, një dokumentit është një realitet që në kam shumë shokë Shqipëri, kem takime në Shqipëri me institucione, në ma shumë kem takime me institucione në Shqipëri se me tonët. Që e besoni, ma shumë kom takim me institucione të Shqipëri se me institucione tona. Dhe aty gjithë flasin, gjithë ka dhënë argumentin, që Dejona Mihali është periodë greke. Po aja nuk e do venin ta ma shumë sonë asë ti, asë një ushtari thjesht, se na kem derë gjak, mund njës kem bo. Samil Shoku bo njës për Rama Sharadini ka bo njës, Zerbazi shumë vëra krejt, Adebi, shumë tjerë tjerë mësë jësë bërë gjashmore, e do të së për në do venin do ma shumë saja. E po është së fundi, para disa orë, s'ka kalu shumë ku në dhe dy, u dëmtu edhe një monument i UÇK-s në Kaçanik. Kene reagu për këto. Pse po menën që pëndu dhe në qëtë raste, a ka një
një gjuhë ose një veprimtari që është kundër ÇK si po zhvillohet në teren, a është një mlef, apo bën dikush me qëllim, pse? Ku është problemi që një pjesë e njerëzve e kanë një farë mlefi ndaj njerëzve të ÇK-s, këty nësi e në gjallë, sa ta që e ndek i dojnë. Real me drejtu gishin nuk kam të drejtë, se nuk e një, se ku ta të drejtë gishin du të me bos argumente. Me drejtu me thonë filoni, fistekja, po dikush, po vetë gjua e rrjetjes në për Facebook, në për rrjetet sociale që ju besojnë të për cilë, kjerë me dyshu, ka një adres më nacionalist të ushtarëve të Facebookit të Albin Kurtit. Po masi nuk kam fakte, edhe argumente nuk mujtë ashtë të akuzaj. Që aja që ka ndodhën ka qanik të guri që pum, bjeshka thirët ashtu veni, guri që pum, aty që ka ndodhë është turp, ma i ma s'ka turp, ma të masë për shqiptarë. Mo që thotë, sot më thy, të rishkryojnë të arta. Kur për ato të rishkryojnë kam dek 13.500 qytetarë të Kosovës. 460 masakra. Sot, po mos i që e u shqishim dorë Kosovës, unë asë të këtu si shumë. Të është po më nalë. Asë të si që këtu së të buru, pasu nësra, sot me ty këto, mos më kënu shtërija që më dorë. Sot me shumë me do më tue, memorialin, mi thy ato të rishkryojnë, në ka ma marë dhe ma dopsit modhe. Po kush do që të është në tjetë ndërgjegjën e tyne, policijeve që kanë fillu e timet, se jam kontakt, jam në lidhje me ta, kanë fillu e timet, jënë duke hullumtu rastin, se kush ka bo ato. Unë kam thundje me disa shok, i shola del një njeri që ka qenë smurë. Ka qenë smurë, jasë disa thmi. Ati gjithë punë, ka ma ljudun që ato du ta ljudoj prapë, se nuk du të thëmë, e ka bëjt dikush me vedijet plot, në njeri si është s'ka truja, ka shqy trunë, kësot njës javë ka shqy trunë, që ne edhimi në për rrjetet sociale, sa sulmohen njës të gjallë të shqisin në Kosovës. Për ta veç, nëse je vdekën i mirë, nëse je gjallë i keqë. Kështu që... Respekt për krejt dekë në zakonisht, kështu thujnë, për krejt ata e rëjë, që ka... Po shukuj tina që ka pështu me plogë, në logore me të thujnë ta shkësht i keqë. Po qëto problem se u pështu sa me lushtokë i gjallë Ramashharadinët e tjeret. Se në këta e mësu, se sot ishe hota dëshmor, apo të shkut vdekën, Albin Kurti kishë lullat e vorët. E kërë bo lavdata për ta shumë. Po këta e në gjallë to e pengojnë tash. E pengojnë. Sot isin ku sot i gjallëm në pengoj. A tjetë, nuk është vesë Albini, edhe LDK-ja ndër vite, Sari ka vi për zirë. Ka qira e urejtja, po LDK dhe PDK dhe adja unë sa, s'kam bos urejtja ka shmollë sot. Që 10 vite, ama që 6 vite të fundit, urejtja më të modë të qytarë, s'kom po halon jetë. I kom 59 vite, i kom bo, veç urejtja ka shmollë s'kom po halon. Zoti Kocotin, në media, një media me afert me vetë vendusin, ju ka akuzu që po merë një rruga si sekretar shkullës, apo di, edhe i ka bo në farsturi a urdat në Skanderaj, cila është e vërtita për sa të raportim. Është e vërtit, unë e pej 2007, në qeshor 2007, njëm sekretar në shkollën Ahmed Elie, kur u hap shkolla. Jem e konkurs të regull në shkollë, po në sekretar që 19 vite, kam qenë buk 3 vite, se këto se mëhoj, është të vërtit që më kanë dimu shokët, komuna dhe shokët, a ma kam bu një padi në Gjokat, tash do të kur në thrasë në Gjokata, nuk i di, shumë është të vërtit që më kanë dimu komuna, po a i zodia kër ka orë dhe tjetë atu në shkollën, s'kam qenë në spitalin QKU, jënë gjitha raportet mjekësore, falë zotit, edhe tore një që unë marrë trajtim mjekësor, 27 viti që i vona plagis, unë marrë trajtim mjekësor gjithmonë, kam 2 proteza, kam pej femuri diri të kuki, e kam femuri, edhe ajo është portali i vetë vendosis, që kemi zbulu këtë kush është portali, edhe ai njeri kush është në kasuari ka i zotnia, a i farë zuzari, se së gazetar pa ajo zuzar për mu. Yes, është një Jo, unë ma përgjësin, gaz, a i ka orë shkollë, ka rajt shumë ka rajt, thot kam qenë në QKU, edhe ato ka rajt, se nëse ka qenë QKU është raporti me kësiur, është i brahum se si e registruar, se ti kushon QKU ti ki më registruar të spital, ti s'mosh me një ato se ka u bëj me jelë medalë, po ki më registru, unë e falë zonë që gjithë e din problemin tim shëndesor, po a i ka shënu e thot, ka mori si ngëcati pak që më punë kur nuk më pa di atina, a i ka me deklaru kur ku më në pagu në pa që më punë kur në 19 vite. A i referohet pak a shumë burgit i referohet, me fjallë të isi me unit, se isi me unit, e ka thirë ato, kjo është shumë e vërtet, e ka thirë si me unit, e ka thirë dhe ka quë, kështu që unë tash s'kom kur, unë e kom jo drejtësis, do t'ullëm, do t'shim me të njësh me amër zotit, e do t'ashim krejt. T'ull porën ka rike po të pak të loshë, më ngritë dhe kam halet pluma në trëp edhe i kam 30 operacionet bëne. Qysh je me shnet edhe
Na spjegon pak për qytetarë se zakonisht e ankuash veç për bashkëluftor, për tjerë, për organizatën, po për gjendjen shëndetësore tonë nuk është i fullshëm. Unë jam lagos me 3 qeshur natën nëntën. Do të thotë sot është i 19 mos gabofsha? 19. Tash 2 javë kanë vetë i bëj 27 vite që jam lagos me 3 qeshur natën nëntën. I kam 5 fluma, 4 kom jek një maj kujtim. Ku mujt me eksa isha në halon në burg, se më thana dhe me hek, më thonë jo, se së më pengon është kitë pjesën, e sipër me të filxonit, e kom, edhe se kom mi hek, ato maj si kujtim në trup e kom, se heki dhe sot vëtes, e se kom në nërë mi heki që fare. Unë e kom gjendë që si këtë shok të mi, si në plagosën. As që jo maj lëndum se shok të mi, as jo maj smu se shok të mi, po unë e kur e kom dhimë në trup e di që shok të mi ka të njëtë A ka qenë, qëfar aksioni ka qenë, qësh ka qenë qaj momenti që je plagos? Kur jem plagos me 3 qeshor të guri vojë thirët, Mila Poshnik, kam qenë une, ka qenë një shok nga Polluza me mu, se vetë ka srati, faton që mbjami i drenosë shë ideali, edhe i kam rëmë prituje. Kanë tentu foca sërbe me hynë perish, edhe të guri vojë një gradinës, ato e unë kam rëmë prit, Elmi Sopi komandondi, që sot gjallë, sa feti gjallë, edhe ata kanë qenë 3 vetë, kur kanë arë për pjetë, molit edhe i më taku. Edhe ato për ato, kem pos një 2 lyftim, unë edhe shok të mi, jetë mos e jove që unë e vetë, me shok edhe kështu që ne kem fitu, këtë rast, jem fitim të pashti moni që kam umë ka me thuje, jem plagos shumë rarë, edhe ata kanë pos një umbje, që sot ka qenë i vdekër, një ato të ju falendëru shumë vetë mi dhe gjithë. A pa të kush me t'jabë ndimë që ato momente, pak se po këthejme pak? Ndimen ma ka jepë sa vetë ka srati, ta që ka dikun 75 vite, u shumë i vjetër, ka qenë profesor në atë kohë, drejtor shkolle, njëri parë që më ka largu prej pozicioni ku plagosu, ka qenë sa vetë ka srati, Faton Seferi, tash më këtu jam, Faton Seferi ka ardhur, edhe generali që sot në burg, Recep Selimi që më pa drejtësisht në hak, ka Recep Selimi ardhur me xhip edhe më katërik për i vend qarës. Mjekimin në atë ku a kone vështira, këni postë, Ja, mjekimi me tonë është merë, se gjani e luftën adim, mu më ka operu Fadil Beka, doktori i nderuar. Unë një familjarisht një me të kështu kem, edhe Fitim Selimi nga Lipioni, i banullës është. Po edhe i kandidat për krytorë, ka se nëse nuk ka bëj. Hyra i stogi, ka qenë një motë medicinole nga ofër me ato Polluza një fshat. Edhe disa, tash më sujës boq aty në infermiereve, dhe unë jam bo operacionin e këmë kryt pa narkozë. Sa atër narkozë nuk e posë, operacionin e porë këmë kryt pa narkozë. Me dhim që është. Me dhim, majtë midis mulje kam kryje, jo njerëz i gjallë, bili është, mu më ka thonë dikush ka filmin këj gazetari norvegjes. Fotografit i këmë siguru fotografit, si kom me viti që e fëshadhon, i kom siguru fotografit, që e kom bo pa narkozë, tavolina ka qenë e marune me druna, kështu. Me thupra na i thëjmë, ka qenë edhe në qëtë tavolin, unë e më operue, edhe ka rot fik, nuk e di më që ka ndodhë me mu, kur mi ka një kisha. Qa i ka qenë operimi i parë? Operimi i parë ka qenë maj. E Imromi kur ka qenë? Imromi ka qenë Hollond, 17 tetor 2022. E në së ty nësë operacioni në konë, pitë porë të Imromi? Pitë porë 28. 28 operacioni. Ta 2 këmë në hëllum 30. Se në nuk më 2 operacioni në hëllum. Edhe jo, fajt, edhe një pasamon më të frisë kërë edhe për burgi. Këtu në spitali mizit, të falënëru Arbenin, Arben Bajaktarin, edhe një tjetër tash më sjetë, bo që më kanë operue, kërë e gara për burgi mas një mujditje, po të adhim shumë, e unë e kishan të gjuri, ku më pos protezë më nga ka qenë disa federa... Atë ka një mu për shtë operacionin, a i kosha vësh shok të dasha mirë? Ja, provacionin më ka një mu shok, dasha mirë, familja, jo nga institucione, s'ku morë kur, unë më përë në Turqi, 18 i mund Gjermani, 18 operacione, 2 kam mund Turqi, kam mund Shqipëri, kam mund Kosovë, edhe në Hollanda. Kështu që do të t'jo, veç shoqëria dhe rrethi i afërm, se të tërgosh jo. Zotis Negocati, faleminderit shumë, të rojmë shumë shëndet e suksese në punë edhe njeti. Faleminderit edhe diherë. Familje pjuve... Nëse ki një mesazh për krejt... Vëra kom një mesazh me i falënderu gjithë qytetarët e Drenices, që kanë në gjakë të fëtsin, kanë qenë të motor shumë, kanë tregu një pjekuri shumë të modë Drenisa dhe rrethi, se na pa shok, si shumë bëkoqë, ty falënderu dhe tjera komune që kanë ardhur ato, atë natë ka pas nga Mitrovica, Vushtëria, pe Prizreni që mos mësafer kanë ardhur shumë, dy të falënderoj gjithë qytetarët e Kosovës se i dulëm mbështetje sa Milishokit, ne i dulëm drejtësisë ke fund mbështetje jo sa Milishokit, po e tregum një realitet që s'ka ndodhur në Drenis, po ka qenë një montazh që doshi ta bëj mbështetje atë montazh. Edhe dy të falënderoj gjithë qytetarët e Kosovës që janë mbështetje të krerëve të ushqimit dorë Kosovës. Unë thash pa qytetarë ne s'mund lëvizje s'po më zë. Kështu që falënderit për juve,
mediat e Kosovës ose mediat shqiptare kanë dhënë në hapur në organizuar veteranëve në atë ditë. Unë për media kam thonë kam dhënë në hapur gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për të shikues të nderuar, shihemi në emisionin e ardhshëm. Faleminderit shumë.